Një zhvillim i rrallë diplomatik ka ndodhur në Washington, ku përfaqësues të Izraelit dhe Libanit janë ulur në të njëjtën tryezë për bisedime të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Takimi u organizua nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili e cilësoi këtë moment si një mundësi historike për të nisur një proces të ri dialogu mes dy vendeve. Megjithatë, ndërsa bisedimet zhvilloheshin në kryeqytetin amerikan, lufta në terren vazhdonte. Izraeli kreu sulme të reja në jug të Libanit, ndërsa në zonën kufitare raportoheshin të shtëna armësh dhe fluturime helikopterësh ushtarak. Qëndrimet e palëve mbeten larg njëra tjetrës. Izraeli ka përjashtuar çdo diskutim për arpushim dhe kërkon që qeveria libaneze të çarmatos Hezbollahun, grupin e mbështetur nga Irani. Ambasadori izraelit në SBA, Yechiel Leiter, u shpreh optimist për takimin, duke deklaruar se dobësimi i Iranit dhe Hezbollahut krijon një mundësi të re për ndryshim në rajon. Nga ana tjetër, Irani ka bërë të qartë se operacionet izraelite në Liban duhet të përfshihen në çdo marrëveshje më të gjerë për përfundimin e konfliktit në linjën e mesme. Analistët vlerësojnë se bisedimet janë një hap i rëndësishëm simbolik, por nuk pritet të sjellin rezultate të menjëhershme. Sipas tyre, Izraeli beson se duhet të vazhdojë operacionet ushtarake, pasi autoritetet libaneze nuk janë në gjendje të çarmatosin Hezbollahun. Në përfundim të bisedimeve, Izraeli dhe Libani ranë dakord të zhvillojnë negociata të drejtpërdrejta edhe në të ardhmen, në një kohë dhe vend që do të përcaktohet nga të dyja palët.